Rrejnjësi? Po. Ja. Ka qysh parë që ka marrë me fëmijë të vogël nga Durrësi dhe nuk më regjistron fëmin. Kjo është zonja që punon në bashkinë e Rrejnjësi? Po. Ja. O dhe dhënuse më thot që dil për jashtë, ku ndërkohë ka marrë nga Durrësi me fëmijë të vogël, një javë të lindur, dhe më thot mua që dil ti. Pa regjistruar fëmin, thot që nuk ka sistem, kur sistemi është i panishëm, po, filli më thot që nuk e bëj dot tun, nuk e regjistroj dot tun, nuk e kam unë për detyrë, e ka Durrësi këne ane, tash i do me e hik. Hik po deshe. Vazhdo. Jo. Vazhdo. Vazhdo. Urdhëro. Jo, dil ti se jam unë në zyra ime këtu, dakor? Shka? Vazhdo. Tash ti më bëj. Vazhdo, jo. Vazhdo. Vazhdo. Jo, dera nuk e mbyll. Vazhdo. Jo, vazhdo. Vazhdo se kjo do publikohet, vazhdo. Po. Ja, urdhëro, kjo është punojse e bashkisë të Rrejnjësit. Po. Kjo këtu. Ja. Çeta deri mbas dere. Jemi akoma në pritje. Unë nuk largohem pa për regjistrimin. Edhe unë nuk kam qa bëj, kam marrë me fëmijë të vogël një javë, të sapo lindur në Rrejnjës tashti. Ti më thua nuk punon sistemi, herën e parë më thuaj që nuk e bëj unë, tash më thuaj që nuk bë sistemi, një rrugë kjo është, jo të dyja. Lutem shumë. Ja, e shohim. Unë këtë vitin do e publikoj, të jesh e qartë. Publikoj. Unë këtu do rrikon për bikom dhe e shohim. Zonja e higën, lëvizën, si pas qefit në orarë punës. Orari është 8 me 4.